Sinjalizimi të cilin e elaboruam në vetët paraprake, nuk është i aplikueshëm vetëm në sektorin publik. Ligji për mbrojtjen e sinjalizuesve është i aplikueshëm edhe në sektorin privat. Çfarë i bjen kjo? I bjen se personat të cilët hasin në praktika të dëmshme, apo në vepra penale korruptive e të tjerë, mund të sinjalizojnë këto raste, qoftë nëse bëjnë pjesë në sektorin publik, qoftë nëse bëjnë pjesë në sektorin privat. Dhe vetë qëllimi i ligjit është që t'i mbrojtë të gjithë sinjalizuesit, qoftë në sektor publik, qoftë në sektor privat. Kështu, të gjitha rregullat të cilat kanë të bëjnë me mbrojtjen e sinjalizuesve në sektorin publik, përshtatshmërisht aplikohen edhe në sektorin privat, sipas specifikave që ka ky sektor në raport me sektorin publik. Kështu, llojet e sinjalizimit, mbrojtja e sinjalizuesve, obligimet e punëdhënësit lidhur me zbatimin e ligjit për mbrojtjen e sinjalizuesve e të tjerë, sipas specifikave të përcaktuara me ligj, janë të aplikueshme edhe në sektorin privat. Sa i përket caktimit të zyrtarit përgjegjës për trajtimin e rasteve të sinjalizimit, ky obligim bie tek të gjitha subjektet private, të cilat kanë më shumë se 50 të punësuar. Sipas ligjit për mbrojtjen e sinjalizuesve, subjekt privat nënkupton shoqëri tregtare, personat juridik, sipas ligjit për lirinë e asociimit në organizatat jo qeveritare dhe personat e tjerë juridik të përcaktuar me ligj. Sektori privat përbëhet nga të gjitha subjektet juridike apo entitetet ligjore që nuk bëjnë pjesë në sektorin publik. Pra, këto bëjnë pjesë, siç e tham, shoqëritë tregtare, organizatat jo qeveritare, çdo organizat tjetër e themeluar në bazë të ligjit. Shoqëritë tregtare janë bizneset individuale, ortakritë e përgjithshme, ortakritë e kufizuara, shoqëritë me përgjegjësi të kufizuara dhe shoqëritë aksionare. Ndërsa, organizatat jo qeveritare janë personat juridik të cilët mund të organizohen në 3 forma, si shoqat, fondacion apo institut. Ndërsa, kategoria e tretë përfshin personat juridik të cilët kanë fush veprim specifik dhe rregullohen me ligje të veçanta, si partitë politike, komunitetet fetare, sindikatat, Kryqi, Koçi i Kosovës e tjerë. Pra, gjithë këta sektor bëjnë pjesë në kuadër të sektorit privat për qëllime të sinjalizimit. Pra, secili person në kontekst të marrëdhënies së punës që bën pjesë në kuadër të personave juridik të organizuar në këto forma që po ja elaborojmë, ka drejt të sinjalizoj dhe gëzon mbrojtjen sipas ligjit për mbrojtjen e sinjalizuesve. Disa nga çështjet për cilat mund të sinjalizohet janë, por nuk kufizohet në këtë çështje, janë kryerja e një vepre penale, shkelja e detyrimi ligjor, shkatërrimi i ambientit, rrezikimi i shëndetit apo sigurisë së individit, një mbulim i qëllimshëm i informacionit që synon të tregojë ndonjë nga shkeljet e mësepërme, veprimet diskriminuese dhe shtypse, mbrojtja e konsumatorit dhe konkurrencës e tjerë. Sinjalizimi në sektorin privat në veçanti shërben si një mjet kyç për të identifikuar, parandaluar dhe luftuar korrupsionin dhe shkeljet e tjera ligjore brenda subjekteve të sektorit privat. Sinjalizimi duhet ta dini se përmirëson kulturën e organizatave në kuadër të sektorit privat, duke nxitur një mjedis ku përgjegjësia dhe integriteti janë vlera themelore. Raportimet që dalin nga sinjalizimi mund të shërbejnë si një burim i vlefshëm i informacionit për përmirësimin e proceseve dhe zhvillimin e inovacioneve brenda këtyre organizatave. Sinjalizimi në sektorin privat duhet ta dini që është po aq i rëndësishëm sa në sektorin publik, pasi që institucionet private gjithashtu ballafaqohen me sfida të korrupsionit dhe të keqpërdorimeve të mundshme. Në fakt, sinjalizimi në sektorin privat mund të jetë
edhe më i rëndësishëm, pasi që shumë herë veprimet të tilla mund të ndikojnë në konkurrencën e ndershme, sigurinë të punësuarve dhe besimin e klientëve. Sinjalizuesit në sektorin e privat, si punojës të organizatave, mund zbulojnë informacione të rëndësishme, për shembull, për produktet e dobta, mashtrimet e klientëve, shkeljen e privatësisë së tyre, apo veprime të ndryshme që i dëmtojnë klientët, e të cilat kompanit nuk i raportojnë, mirë po ky informacion vije nga brenda, nga që i vije nga sinjalizuesit të cilët në kontekst të marrëdhënies së tyre të punës raportojnë këto shkelje. Raportimi i këtyre informacioneve ndihmon në ruajtjen e integritetit të institucionit, mbrojtjen dhe besimin e klientëve. Sinjalizuesi në sektorin privat mund të kontribuojë në ndërgjegjësimin e punonjësve dhe menaxherëve rreth rregullave, standardeve, etike dhe ligjeve që duhet të ndjeken. Ky proces i ndërgjegjësimit ndikon në kulturën dhe ndërgjegjësimin e përgjithshëm të biznesit në praktikat e ndershme. Megjithatë, mungesa e hapësirës së sigurt për raportim dhe mungesa e politikave mbrojtëse brenda dhe jashtë vendit ku ata punojnë mund t'i ekspozoj si shtam sinjalizuesi ndaj veprimeve hakmarrëse. Dhe kjo është edhe arsyeja pse ofrohet kjo mbrojtje ligjore. Të gjitha garancionet që i përmendëm në videon paraprake, që sinjalizuesit në sektorin publik kanë sipas ligjit për mbrojtjen e sinjalizuesve, të njëjtat garancione janë edhe në sektorin privat. Pra, edhe të punësuarit në sektorin privat nuk mund t'i nënshtrohen veprimeve hakmarrëse për shkak të sinjalizimit të bërë. Nuk mund t'i nënshtrohen përgjegjësisë civile, penale apo asoj disiplinore. Nuk mundet një punëdhënës ta largojë nga puna, ta ulë në detyrë, ta transferoj pa pëlqimin e tij etj. Një person për shkak se ka sinjalizuar. Kjo mbrojtje ofrohet sipas ligjit specifik për këtë fushë e që është ligji për mbrojtjen e sinjalizuesve. Dhe ky ligj ka për synim inkurajimin e sinjalizimit, inkurajimin e raportimit të shkeljeve nga këta persona, duke i mbrojtur të njëjtit nga veprimet hakmarrëse që ata mund me të cilat ata mund të përballen për shkak të sinjalizimit të bërë. Me qëllim të inkurajimit të sinjalizimit dhe mbrojtjes së sinjalizuesve, është shumë e rëndësishme që institucionet të kenë politika të fuqishme për mbrojtjen e sinjalizuesve. Këto politika duhet të sigurojnë fillimisht anonimitetin apo konfidencialitetin e sinjalizuesve dhe po ashtu edhe nuk duhet të ndërmarrin masa që sinjalizuesit mos t'i ekspozohen veprimeve hakmarrëse për shkak të sinjalizimit të bërë. Gjithashtu, me qëllim që këto sinjalizime të jenë të efektshme, duhet të krijohen mekanizma të veçantë për grumbullimin e informacioneve në mënyrë që rastet e sinjalizuara të hetohen në mënyrë të mirëfillt dhe të japin rezultatet e tyre. Duke pasur parasysh benefitet në parandalimin dhe luftimin e korrupsionit përmes procedurës së sinjalizimit, është shumë e rëndësishme që institucionet të përçojnë mesazhin mbi atë çfarë ofron ligji për mbrojtjen e sinjalizuesve dhe të krijojnë një ambient të sigurt për sinjalizuesit. Për këtë arsye është shumë e nevojshme që të ketë përpjekje institucionale për ngritjen e vetdijes si në sektorin publik, ashtu edhe në sektorin privat, që persona të ndryshëm në kontekst të marrëdhënies së tyre të punës të sinjalizojnë praktika të dëmshme apo vepra të ndryshme penale. Andaj është shumë e nevojshme që të kemi një fushat të tillë avokuese ndër institucionale me qëllim që të shtohet
që të shtohet informimi i publikut në lidhje me sinjalizimin dhe mbrojtjen e sinjalizuesve.